dashni të madhe. Me jetuar një dashni të madhe, është e domosdoshme me pas vëmendjen ma të madhe dhe guximin ma bindës, shumë seriozitet dhe mjaft buzëqeshje. Me jetuar një dashni të madhe. Mas pari duhet me qenë burri një gruaje të vetme përndryshe, ruajna Zot, me qenë burri shumë grave. Me jetuar një dashni të madhe mund të jetë edhe e lehtë, por kjo s'ka asnjë lloj vlere. Me jetuar një dashni të madhe, mas parit është e domosdoshme me e shenjtnu e vetin kalorës dhe me qenë i plot veç i damës tande, sido që të vërtitet puna. Jo duhet me pas një banes tujen, ku ta mbyllni pothuaj një izolim të plot gruan që dashuroni, me e përgjue nga jashtë me shpatën gati, nëse dëshiron me jetuar një dashni të madhe. Me jetuar një dashni të madhe, po ju lajmëroj, është e domosdoshme me pas shumë kujdes për i mikut të vjetër, pse tu qenë gjithnjë vetëm, dëshiron me ju basi vedja, me u ndje edhe ju të shgënjyen për i dashnisë së madhe. Duhet me qenë tejet i vëmendshëm edhe për i çdo kujt që s'ka qenë i dashunuar, sepse kushto që se njeh pasionin dashunor është gjithnjë gati me ua përdos dashninë e madhe. Me jetuar një dashni, duhet me depërtue thellët e vërteta, pse s'mund të ketë një dashni pa besnikëri, dhe me jetuar si duhet në një dashni të madhe. Pra kushto që e tradhton dashninë e tij për kotësina, është i pavetdijshëm për lirinë, për ma të madhen liri, atë të pakufishmen, lirinë e papërshkrueshme që mundet me e sjell veç dashnia e vetme. Me jetuar një dashni të madhe, përveç se me qenë besnik, duhet me qenë njoftës i artit të kuzhinës dhe judos, me jetuar atë dashninë të madhe. Me jetuar një dashni të madhe e të përsosur, s'mjafton me qenë veç njëri i mirë, duhet të keni gjithashtu edhe krahnuar me u gra fort rremave. Është e domosdoshme që ju gjithnjë ta shihni të dashunën tuaj të ëmbël si të fejuemen tuaj të parë, po edhe si vejushën tuaj, mbështjell me qefinin e dashnisë suaj sublime. Është absolutisht e domosdoshme që ju të merrni një kredi për drandofile pranë një dyqani lulesh, pse vlen shumë ma tepër se një rroba qepse, për me e ba të kënaqur një dashni të madhe. Sepse ajo çka i intereson me të vërtet dashnisë e madhe, është vetë dashnia e bollshme, mandej një pjatë grosh me patatet e skuquna s'është veç një shërbes. Është shërbes e madhe me ditë me gatue do gjana të thjeshta, si fjala vjen vezë të fërgueme, karkaleca deti, supna gjithfaresh, salcat lloj-llojshme, biftek stroganov, gjithfar vogëlsinash mbas një dashnie vlen. S'ka gjë më të bukur se me shkuar në kuzhinë me përgatit me aksh të shpirtit një pul a një pjatë të pasun e të shijshme për dashninë e madhe. Me jetuar një dashni të madhe është shumë, po shumë e rëndësishme me jetuar gjithnjë bashkë nëse do të ishte e mundun, pse njeriu i vetmuar, për mos me vdek për i hidhnimi, e ndjen të domosdoshme me u përkujdes vazhdimisht jo veç për trupin, po edhe për mendjen, sepse nëse e dashtuna e ndjen këtë rrëzim tonin, dashnia ka nis me marr pak të ftofun. Duhet me qenë shumë të sjellshëm pa mirësjellje, të ëmbël dhe paqtues pa qenë të flashkët, duhet me ditë me fitue parë prej poezisë e me fitue para për poezinë. Me jetuar një dashni të madhe është e nevojshme me pi edhe hiski, pa rrezikuar asnjëherë si një pianec i keq, e me qenë krejt indiferent ndaj çdo kujt, çka do thot ai, s'ka asnjë lidhje me dashninë. Po e gjitha kjo ka me qenë krejt e pavlerë nëse në këtë pyll të zymë dhe të pashtigje, ju s'keni qenë i Zoti me gjetë një të dashtun, dhe me jetuar me të, një dashni të madhe. Në Shqip, Jozef Radi.